Përshëndetje, gjendem në një vend të pazakont për të bërë video, por I zakont për të gjithë. Shikojeni sepse do t'ju tregoj disa informacione tepër të rëndësishme. Shikojeni se kjo që shihni këtu është banjo turke dhe unë tani do t'ju tregoj disa informacione të banjos turke. Kjo banjo që ju duket kaq banale. Këtu po thuaj janë 3-4 banjo turke dhe unë duja t'ju tregoj disa informacione përsëris edhe një herë tepër të rëndësishme. Shikojeni. Banjo turke, dola sepse do t'ju tregoj disa informacione që jam I bindur që disa prej jush do t'i vjen shumë këto informacione. Atëre, pikë së pari, duhet të dini që doja t'ju pyesja juve. Ju a përdorni banjo turke? Duket një argument tepër banal, por është mjaft I rëndësishëm. Bile unë mund të them që është një argument jetësor dhe do t'i them se përse. Në vitin 2015 është bërë një studim nga një biologe, që ishte shkaku, ishte kjo e kësaj biologe, të bënte një studim në banjo turke. Sepse kjo biologja nuk e shpjegonte faktin që pse në vendet arabe ka më pak probleme të zorrëve, të hemoroidëve dhe probleme të tjera, kryesisht në meshkuj, ku në vendet e zhvilluara janë tepër të frekuente. Dhe ajo nuk mundesh të shpjegonte se përse dhe çfarë bëri. Biologja së bashku me një grup studiuesish, qoftë të vendeve të zhvilluara, por edhe të vendeve arabe, bën një studim. Dhe e dini se çfarë studimi bëri? Mori të gjitha kartelat e të gjithë pacientëve që kishin shkuar për sa I përket sëmundjeve të, si ju thash, hemoroidet, më fali që e them, por duhet që të informojmë ashtu siç duhet, të hemoroideve dhe probleme të tjera të zorrëve dhe le të themi të aty ku dalin jashtëqitjet së bashku me jashtëqitjet dhe çfarë bën? Duke kryer këtë studim, vurë re që e kryen studimin, shikoni, nga 1,5 miliard, rreth 1,2 miliard njerëz që kishin bërë vizita gjatë vitit, pra gjatë këtyre viteve të fundit, dhe ajo mori të gjitha këto kartelat klinike për të parë se çfarë kishte në këto kartelat e pacientëve të vendeve arabe, në krahasim me vendet e zhvilluara. Dhe e dini se çfarë zbuloi? Pika 1. Në vendet arabe kanë më pak jashtëqitje në trup gjatë ditës. Për ata që nuk janë të informuar, duhet të dini që njerëzit, në përgjithësi të gjithë njerëzit, lëvizin gjatë gjithë ditës së tyre me 2 kg jashtëqitje parafërsisht, mesatarja nga 500 gram deri në 2 kg jashtëqitje në bark gjatë gjithë ditës. Po, sepse ne ham ushqim, po nuk është se bluan me njerë ushqimin trupi. Dhe çfarë bën? Ky lloj ushqimi mbetet pra I përpunuar në zorrët tona. Dhe sa më të gjata janë zorrët, aq më problematike është, sepse aq më shumë jashtëqitje mban në trup. Pra, u zbulua që arabët, aty ku përdorin këto banjo turke, ato që ju tregova tani, kanë më pak jashtëqitje në trup. Pra mbajnë më pak jashtëqitje në trup njerëzit gjatë ditës. Në krahasim me vendet e zhvilluara. Pse kjo? Dhe e vurë re që pse? Sepse është pikërisht pozicioni që rrin në pozicionin squat quhet ky pozicioni që ose squatting. Ai pozicioni I banjos turke, që quhet banjo turke, por në të vërtet është banjo siriane, sepse ka lindur shumë vite më parë se sa turkët, sepse e shpërndan në përbot otomanët, por ishte më përpara se ata, dhe bile është përdorur dhe në Romën e lashtë banjo turke, por e bëni në formë dërrase. Megjithatë, pak rëndësi ka kjo, por do të thoshja që ky është problemi 1, që në vendet arabe, aty ku përdorin, ose në Turqi, ku përdorin këto lloj banjosh, pra WC-t turke që quhen, që nuk ulesh poshtë, e keni parasysh që nuk ulesh si këto WC-t që janë në vendet e zhvilluara, dhe mënyra e të qëndruarit pikërisht ajo që ne përkulemi, zakonisht shqiptarët I kanë këto, unë jam rritur me banjo të tilla, dhe ajo përkulja që bën bile unë shpesh kam probleme. Sinqerisht po them, dhe unë nëse nuk I palos këmbët, që të palosen mirë,
gjuri të preki pulpa e këmbës poshtë të preki kofshën, pra duhet ule mirë. Si gjithë të tjerët, nuk e di më kuptoni apo jo. Dhe unë e kam më të thjesht në një banjo turke se sa në një banjo të tillë, pra banjo e vendeve të zhvilluara. Dhe ky është faktori 1. Pra që pse kanë më pak sëmundje të zorëve e tjerë dhe pse kanë më pak probleme në jashtëqitjet arabët. Pra është shkaku i banjos turke. Që banjo e turke ndihmon, duke qenë që trupi përkulet pothuaj totalisht në 20 gradë dhe jo në 90 gradë si përkulemi ne, sepse gjunjë tanë përkulen 90 gradë, tashmë me botën e zhvilluar, dhe kjo sjell probleme. Pra përveç se mban jashtëqitje më shumë në bark, por sjell edhe probleme të zorëve dhe të hemoroideve dhe të tjera që s'dua t'i them tani se më vjen zorë. Por është një pikë tjetër që është akoma më e rëndësishme. Ajo vuri re, pra studiuesja së bashku me këta biologët e tjerë, vuri re që në përdorimin e banjos turke, pra kjo banjo, njeriu nuk prek asgjë, sepse ti edhe kur shkon në banjo, sepse për shembull ne shkojmë në për banjo, edhe në shtëpitë tona ku jemi, por edhe në për rrugë ne shkojmë në për banjo që nuk janë banjo turke, por janë ato banjot normale, klasike. Mirë po, ato bën pis. Ti në një mënyrë apo në një tjetër ti prek disa vende që janë të pista. Dhe pislëku sjell probleme. Pra pislëku ti i kap me dorë, lau sa të duash, i kap me pantallona, me pislëqet, me gjenitale apo nga të gjitha anët. Dhe ky është faktori 2, që ne përcjellim shumë sëmundje nëpërmjet urinës dhe nëpërmjet pislëqeve në banjo. Dhe banjoa turke është, duke mos e prekur ti atë, është banjoa më e pastër. Po, në krahasim me banjot e tjera WC-t që janë ato klasiket. Është më e pastër banjo turke dhe kjo u vure, siç u thash, nga biologë dhe shkencëtarë. Dhe për më tepër, në një banjo të tillë, pra banjo turke, po t'i vini re, banjot turke janë më të thjeshta për t'i pastruar. E keni vënë re? Mjaft hedhin ujë, mjaft edhësh ujë edhe pastron. Si do edhësh ujë në ato banjot klasike? Nuk jetë dot. Dhe nëse keni vënë re 2 herë në ditë pastrojnë ato pastruesit që ose edhe 5 herë në ditë, hajde. Por sidoqoftë mbeten të pista. Pra, në bazë të studimeve, banjot turke janë më të pastërta dhe më higjienike dhe për më tepër krijojnë më pak probleme në trupin e njeriut kundrejt banjove klasike, pra WC-ve klasike. Unë ja u tregova, edhe pse duket një argument banal, mbajeni mend që këto janë informacione tepër të rëndësishme për dikë janë jetësore. Më thoni, ju çfarë banjosh përdorni dhe si përdorni këto banjot kur shkoni, nëse i pastroni ose jo, nëse shkoni në banjo publike po flas, dhe kush janë banjot më të pastëra për ju. Le t'i lëm biologët dhe shkencëtarët çfarë kanë zbuluar, po ju çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja. Ju përqafoj, ditë të mbarë.